Ti të rëmbesh për zgjedhjen që mund të ketë ajo zgjedhjen romantike pikërisht nga kjo situata që sapo përshkrove? Se thash edhe fakti që jeton në këtë kohë tani, edhe fakti që është edhe shumë frika është, më patjetër që është frika, domethënë se çfarë zgjedhje do bëj, si do ashtu etj etj. E para njerë unë me të kemi folur për shokët, për pëlqimet, për domethënë ajo nuk ka tek unë një baba të mbyllur që ti them mos mi thuj këto gjëra si janë për mua këto. Domethënë, e para, e dyta, patjetër frika është, po nga ana tjetër unë kuptoj kush është nga ne që nuk ka gabuar. Kush është nga ne që mos themi nuk ka gabuar, po që fundit ka dështuar në një marrëdhënie. Ne të dy jemi njerëz që kemi dështuar nganjëherë në një marrëdhënie. Suksese. Suksese të jetë. Kështu që në këtë lloj kuptimi është pjesë e jetës, edhe ajo do provoj të ëmblat, do provoj dhe të thartat në jetë. Frika nuk e shmang dot. Le të themi atë që mund të jetë një rrezik potencial. Po vjen te ty në rast ajo dështon apo shkon tek gratë? Te nëna vete, bjeta. Jo, vjen dhe tek ty? Vjen dhe tek unë, pasi ka kaluar 2 filtra. Do mama dhe bjetën. Natyrisht vjen, flasim. I ka fshuar ndonjëherë gjuhën për shembull? Patjetër, kam kafshuar gjuhën disa herë sepse nuk është e lehtë. Unë e thash edhe pak më parë me një bisedë me psikologen që është shumë e rëndësishme të dalësh mbushur nga një shtëpia jote, të hapësh derën se çfarë do ndodh në jetë paktën je mbushur atje, ke gjithë dashurinë edhe për kujdesin, kështu që të paktën gocash me fat edhe çuni patjetër. Ai pastaj është i vogli ai. Është i vogli dhe është natyrisht dashuri tjetër. Vajza është një gjë, domethënë, dhe është një dashuri aq më tepër që ka qenë fëmia i parë, po përveç se ka qenë fëmia i parë, unë fëmijën e parë e kam dashur vajzë dhe shumë doli. Dhe fëmijën e dytë e doja djalë dhe shumë doli. Domethënë e kisha këtë lloj kështu projekcioni dhe projekcioni. Me projekcioni është shumë mirë. Dhe